Drejtori i përgjithshëm i Policisë së Shtetit Ilir Proda ka firmosur të hënën disa ndryshime në struktura drejtuese në disa qytete të vendit tonë. Mes ndryshimeve në disa qytete është shkarkuar edhe shefi i Komisariatit të Policisë Dibër, Mariglen Duçi, i cili është emëruar shefi i sektorit për hetimin e krimeve në Kukës. Po ashtu në vend të Duçit, shefi i Komisariatit të Policisë Dibër është emëruar Ervis Gjoshi. Ndërkohë, motivacioni i fundit në lëvizjet e drejtuesve të Policisë së Shtetit në disa qarqe ka qenë performanca e dobët në punë, por pa dhënë detaje konkrete se ku. Mariglen Duçi ishte emëruar shefi i Komisariatit të Policisë Dibër vetëm 2 muaj më parë, me 29 tetor të këtij viti. Ai u transferua nga shefi i Komisariatit të Policisë Malësia e Madhe për të drejtuar Komisariatin e Dibrës. Ndërkaq, mësohet se procesi i vlerësimit të performancës do të vijojë edhe në strukturat e tjera të Policisë së Shtetit. Ndërkohë, burime bëjnë me dije se gjatë muajit janar pritet një tjetër furtunë ndryshimesh në polici, ku pothuajse të gjithë drejtorët e qarqeve mund të zëvendësohen.